Pesë shenjat që do të kenë më shumë fat për ditën e mërkurë, 8 korrik. Për të mërkurën 8 korrik, qielli ndryshon marsh dhe sjell një ritëm mjaft të shpejtë e dinamik. Hëna hyn zyrtarisht në shenjën e ajrit e binjakët, ku bashkohet në një konjunksion të fuqishëm me Marsin. Ky tranzit elektrik rrik menjëherë guximin, shkatësinë mendore dhe lëvizshmërinë, duke favorizuar mjaft anën profesionale, inovacion dhe projektet në platformat online për disa shenja specifike. Dhe këto janë 5 shenjat më të favorizuara. Binjakët hëna hyn zyrtarisht në shenjën tuaj dhe bashkohet me planetin e aksionit Marsin, duke ju kthyer në qendrën absolute të energjisë kozmike për këtë ditë. Ky pozicionim ju dhuron një vitalitet të jashtëzakonshëm, karizmë mjaft të lartë dhe një vullnet të çelikt për të marrë në dorë çdo projekt apo situatë të pezulluar. Ndiheni plot ide inovative dhe jeni gati të udhëhiqni strategji të reja prezantimi apo të rritni ndjeshëm aktivitetin tuaj në rrjetet sociale. Çdo iniciativë që kërkon guxim dhe shkatësi do të ketë një mbrojtje të madhe, duke ju sjellë përfitime materiale afatgjata. Në sferën e ndjenjave, magnetizmi juaj është thjesht elektrik. Do të jeni ju ata që do të sillni freski, propozime për aktivitete të reja dhe biseda plot humor që do të gjallërojnë marrëdhënie në çift. Ujori, ky pozicionim i hënës dhe Marsit të binjakët formon një trin të pastër dhe mjaft bujare me shenjën tuaj, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të pestë të fatit, talenteve, investimeve të pavarura dhe dashurisë. Kjo e mërkur ju sjell një valë të madhe frymëzimi dhe një intuit mjaft të mpret për të spikatur në çdo gjë që prekni. Nëse merreni me krijim përmbajtjeje, projekte arti apo menaxhoni një biznes tuaj, sot idetë tuaja do të priten me një entuziazëm të jashtëzakonshëm nga audienca apo bashkëpunëtorët, duke sjellë mbarësi të madhe. Në dashuri, romancat dhe flirtet janë në kulmin e tyre më të bukur. Dita premton momente plot pasion, të qeshura dhe surpriza elektrike që do të thyejnë plotësisht monotoninë. Shenja e tretë më me fat është peshorja. Hëna dhe Marsi të binjakët aktivizojnë shtëpinë tuaj të nëntë të horizonteve të reja, duke formuar një aspekt mjaft harmonik me vetë shenjën tuaj. Ky tranzit ju sjell një zgjerim të jashtëzakonshëm të ideve tuaja, dëshirës për lirit të plot dhe projekteve në platformat online. Është momenti ideal për të lançuar strategji të reja krijuese apo për të zgjeruar biznesin tuaj mediatik në tregje të reja, pasi keni një fuqi të madhe bindëse. Në sferën e ndjenjave, komunikimi merr një rrjedhë mjaft origjinale dhe entuziaste. Planifikimi i një udhëtimi apo diskutimi rreth planeve tuaja shpirtërore do të rrisë në mënyrë të ndjeshme harmoninë dhe pasionin reciprok me personin e zemrës. Dashi, hënat e binjakët aktivizon shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, ideve dhe rrjeteve sociale, ku bashkohet me planetin tuaj udhëheqës Marsin. Ky tranzit elektrik ju sjell një rritje të jashtëzakonshme të energjisë tuaj mendore dhe ndërveprimit me botën online. Ju jep një shtysë të madhe për të krijuar përmbajtje të reja, për të dërguar mesazhe strategjike apo për të zhvilluar biseda që kërkojnë shkatësi dhe reagim të shpejtë, duke ju sjellë mbarësi materiale në biznes. Në sferën e ndjenjave, dialogu merr një rëndësi parësore. Dëshira për të shkëmbyer mendime dhe për të bërë plane dinamike do të largojë çdo lloj monotonie në çift, ndërsa beqarët do të tërheqin biseda mjaft stimuluese. Dhe shenja e pestë më me fat është Luani. Tranziti i hënës dhe Marsit në elementin e ajrit ndriçon në mënyrë mjaft bujare shtëpinë tuaj të 11 të miqve, projekteve në grupe dhe platformave online. Kjo e mërkur ju sjell një valë të madhe dinamizmi, populariteti dhe zgjerimi të rrjeteve tuaja sociale, duke ju dhënë një shtysë të fuqishme për të rritur audiencën apo për të bashkëpunuar me komunitetin tuaj në projekte të mëdha mediatike. Financat tuaja mund të njohin lëvizje mjaft interesante përmes aleancave të reja. Në sferën e ndjenjave, jeta shoqërore do të ndikojë pozitivisht në romancën tuaj. Ndarja e të njëjtave projekte për të ardhmen do të sjellë mjaft entuziazëm në çift, ndërsa beqarët do të jenë në qendër të vëmendjes.